31 mars. Çfarë ja lidh duart dashurisë? Falenderojmë Perëndin dhe Atin e Zotit tonë Jezu Krisht, duke u lutur vazhdimisht për ju, sepse morën vesh për besimin tuaj në Krishtin Jezus dhe për dashurinë tuaj ndaj gjithë shenjtorëve për shkak të shpresës që ruhet për ju në qiejt. Kolosianëve 1:3-5. Problemi me kishën sot nuk është se ka shumë njerëz që e duan qiellin me pasion. Problemi nuk është që të krishterët po distancohen nga bota, duke e kaluar gjysmën e ditës me leximin e shkrimit dhe gjysmën tjetër duke kënduar për kënaqësinë që gjejnë në Perëndin, dhe ndërkohë të jenë indiferent ndaj nevojave të botës. Nuk po ndodh kjo. Populli i Perëndis nuk është aq i mbushur me dashuri për Perëndin sa të kalojë gjysmën e ditëve në fjalën e Tij. Problemi është që të krishterët po kalojnë 10 minuta me leximin e shkrimit dhe pastaj gjysmën e ditës duke fituar para, dhe gjysmën tjetër duke dashur dhe duke riparuar ato gjëra për të cilat i shpenzojnë parat. Nuk është të pasurit mendjen të gjërat qiellore ajo që pengon dashurinë për të humburit dhe për të lënduarit e kësaj bote. Pasja e mendjes të gjërat e kësaj bote është ajo që pengon dashurinë, edhe atëherë kur ajo maskohet pas një rutine fetare gjatë fundjavës. Ku është ky njeri që e ka zemrën të dashuruar me lavdinë e premtuar të parajsës, sa të ndihet si mërgjimtar dhe shtektar mbi tokë? Ku është ky njeri që ka shijuar kaq shumë bukurinë e epokës që po vjen, sa diamantet e kësaj bote i duken si zare qelçi, argëtimi i botës i duket bosh dhe kauzat morale të saj janë tepër të vogla për të, sepse nuk projektojnë përjetësinë. Ku është ky njeri? Të jeni të sigurt që ky njeri nuk është skllav i internetit, i të ngrënit, i të pirit, i festave, i peshkimit, i lundrimit apo i kotësisë. Ai është një njeri i lirë në një vend të huaj. Pyetja e tij e vetme është: si mund të arrit në maksimum kënaqësinë time ndaj Perëndis për gjithë përjetësinë, ndërsa jam mërgjimtar në këtë tokë? Përgjigjja e tij është gjithmonë e njëjta: duke bërë veprat e dashurisë, duke zgjeruar gëzimin tim në Perëndin, pavarësisht sa do të më kushtoj që të mund të përfshi edhe të tjerët në këtë. Vetëm një gjë e kënaq zemrën që e ka thesari në qiell: të bëj punët e qiellit. Qielli vetë është një botë dashurie. Nuk janë litarët e qiellit ata që lidhin duart e dashurisë dhe e bëjnë atë të paefektshme, por është dashuria për paranë, për argëtimin, për rehatin dhe për lëvdatat. Këto janë prangat e egoizmit që lidhin duart e dashurisë. Fuqia për t'i këputur këto pranga është shpresa e krishterë. Morëm vesh për besimin tuaj në Krishtin Jezus dhe për dashurinë tuaj ndaj gjithë shenjtorëve, për shkak të shpresës që ruhet për ju në qiejt. Kolosianëve 1:4-5. Po e them sërish me bindjen e plot brenda meje. Nuk është të pasurit mendjen të gjërat qiellore ajo që e pengon dashurinë mbi tokë, por është të pasurit mendjen të gjërat e kësaj bote. Prandaj, burimi i madh i dashurisë është siguria e fuqishme dhe çliruese e shpresës së krishterë.